Episodin e sotëm kemi vendosur që të ftojmë një koreograf i cili nuk është nga Peja, mirë po një jetë të tërë ka kaluar në qytetin tonë. Ai është koreografi i njohur nga Shqipëria, Tasim Dajci. Profesor, mirë se ardhët në emisionin tonë. Mirë se gjithë, faleminderit profesor, jam në njësë. Do ta bëjmë një bisedë siç kemi folur çdo herë jashtë kamerave. Sigurisht. Njëjtë do të jetë ajo e sotmja. Një bisedë që brenda saj ka emocione, sfida, por edhe sukseset shumë të cilat ju kanë shoqëruar gjatë gjithë jetës. Përko fillimisht, si erdh puna që të vini në Pejë? Shiko, unë për ardhen time kam nga Kosovë. Nëram ka lindur në Përzeren, babi Hasjan, vllai i madh ka lindur në Përzeren, në 36 erdhëm në Tiranë. Aty baba punoi furgji në kohën e Italisë, për disa kohë ai pak dhe fitimet mira. Edhe bje puna për më këthy këtu, mbyllën kufit, edhe ngeli nëna me babën atje. Gjithë të vite, neve jetuon, u lindë në Tiranë, mi po më ndërëm ka qenë gjithë më këj Kosova. Dhe më thonë, unë kur kam lindë, shenë e pare kam ndihju Kosova, sepse nëna lindi, la nënë, la babën, la motrat, la vlejtit, gjithë fiset, edhe babën, la vlajnë, nipet e vesët. Si që e kam pas ëndër Kosova, me ato ndërimet e mija, si është Kosova që është. E ku kjo fun, u shkollum, kam qenë cirk fillim, fëmi dhe nga mosha 12 vjeç, 11 vjeç, por erdhi një moment që më këthy puna, erdhe në shkollën e 23 ndore në Tiranë, një profesor që quhet Daku Shtuni. Atëherë neve bënin gjimnastik mëngjes, gjithë studentët, gjithë në qësi. A i hypën atë lartë kur po bënte gjimnastikën një profesor, edhe thotë, shiko, unë ka marrë këtu që të bërë disa talente se kemi nevojë për balet. Atëherë në fillimi, ishte gjenerata parë, doroshin, po plakeshin. Po për më të zjatë, u shof një dorë që dhe të gamu. Gjithë shkollë ditë që unë cirk në përpar lele, me dur duke hecë, edhe që isha diçka. Atë mere se a i më vërte, më provoj me disa tjenë në një klasë, edhe më tha, që do më bishtë në shkollë në Pallatin e Kulturës të Rajak Asnit. Nuk e ditë, më provoj me ato, kur u futu shalë, ishtë nga 20-30 vetë, quna. Provoj, po unë atyre në cirkë edhe kisha pak atë dëshirë për të bëjë ato që dhja, jo salto mortale, jo dhe këtu kur më pa që kënë dyska, atë këtë të tha, atë provoj pak, kur provoj me hapje, me gjitha, me atë hedhin që thot gjete. Edhe kur tha ti, do fillosh balet. Nuk i thasho se po kur shkova thashë, ma që ndohet baleti, dhe parë si ndajshi kama ke leva, u hapin, do ishe ti të profit një cirkull. Por, duke net një javë, 2 javë, profesori që më kishte provu, vllajt tim i kishte shok. E thot vllajt, o Xhavit, po pse më si thot Tasime, më së shumë talent më bërë, po është në cirkull, po ndene më të cirkull se cirkull, rreth 15 vjetë, pa dhejtë është më ndryshe. Orli vllajt që e përbo liqë, sa intelektual, inxhinier në fabrikën e shtyllave. Edhe nesër për ti dhe ishte fjala e vllajt që liqë dhe unë më në vërtet, që atë ditë fillova, që atë ditë djersita, e deri sot djershës ka i. Kështu që më të qunë në shkollën në liceu artistik Darnisa, si kam qenë shkollën e Setëndori. Atje ku ishte flauti, piano, skulptura, atje ishte dega e koreografisë baletit. Studium, punom në prashamblit të ndryshme, studium koreograf, pa punom koreograf që ka studiu në Rusi, me Penat Kanaçi, me Besim Zekli, me Besim Zengjiu, e me me Gzim Kaceli, e me Edil Toshana, që këto njerëz nuk miqe, sepse këto kanë dhënë hapat e para. Kanë treguar se si duhet të bësh një valltar, si duhet të bësh një punëtor, që ti të punosh. Domethënë, na ka mësuar me valle karakterit të uja, me valle shqiptare dhe me klasike. Do një njerëz që përmoset me këtë, dije që do dalë në gush. Kështu që gjithë kjo eksperiencë ime, sot e dhash prizërën e 15 vjet, dortova shkollën e baletit, i çova 2 vajzë mia në shkollën e Tiranë që u morën deri sot ato janë pedagoge në shkollën e muzikës në Prizren. Si erdh puna këtu? Shumë interesante është puna që kam marrë këtu. Ma merr telefon një burr me 20 të trash. Alo. Nuk do ta tregoj emrin, po ai kishte shku diku në Prizren për me hangër një drek, atje për vallë. Duke hangër drek, shefi vaçi po punonte në Prizren kështu. Bëj fleta, si thoni u kështu, yll nga gjona është shtriu. Dhe i thotë se ta do të sik emrin Melisa. Melisa po me cigarë këtu, me babin, me mamin. Ku janë? Atje, s'kam ki nejt. Ajo është Riza Luka. Shkoj, thotë, më një lutëm, thërë, tu më një ditë, thërë,
Kjo vazhdoi, ku kam mësu këto? Ne kemi një profesor nga Tirana, na kënaqem, po, ka numër telefoni? Për si kjo shejton se kjo e Tiranës, që goca i katolik i Prizrenit, e janë martu aty, njerë shumë të mirë. E po pa i zërmaj, po, jo, që duhet ju e, po gjithët se mos ta e mori profesorin kyse, dhe? Tha, shikoj, nuk duhet, po duhet ta gjafë si njëri, se vetë vërtet, pasë për gjërë, buke, ja e numër telefonet, ku për men telefonet. Alo, pasim nga që anë zërin e trash. Unë du të takoj me ty, tha, pa tjetër. Ore, pa tjetër, thash, po thu, qërdo. Jo, unë du të takoj dhe fjallin, jo, nuk du për te. Jam edhe telefonin, thash, ku shokizi, më du si. E hapi prapë, të lutëm, tha, mos ka që agresiv, tha. Ti do të knaqesh, kur do më betë, po mi prapë thuj, unë do të vi këty takoj ty. Kur erdhi për zhërë, me Gjeni Syvën. Kur po më thaj, ne dom një bandet për. Ti më së thuj, jo, kur e ti patesh, jo, unë kisha të Suarekën, Gjakovën, Ferizen, plus përze, plus këshua i lëjore, që bëjshë mësim këtë dhe ka to, ishe nga rkumë shumë. Ti tha, pa tjetër me do një nga këto, se neve ndryshe, ka kalu 2 vjetë Gjeni, me atë ka nërë gjdo 2 javë, 3 javë, vishë për ti. Erdhe këto, ndërtoj salë dhe Benez Menadita me mu, shkojnë për këto biznesmenet, Benaditës e ndërtoj salë, fa një gojke. 1 javë, 2 javë, se mi shikë mi, se nuk di si kush jam, si bish për e parë, ato me gjithse po bëshë reklam në televizor. Erdhen 3.000, erdhen 4.000, u po një 20 Ka lu 3 muaj, më bëra një shfaqe, me shumë koreografi. Po pa thonje, edhe ma bodi me gjiste, kishte malë shu, edhe o, profesorva mos vënjes, si këva shpos pa dhe vësimu, po një, rri. Kur bo në shfaqe, ne kom pa me lëtë syet, bu, tha, profesor, tha, një gjithë kështë një, tha, po këmë edhe gjitha, të bish pes tim, klasike, që ne nuk dim kur me poante, mirë, të kërësi, që atë ditë nuk u dava, ma, unë po bëj një punë të mrekullueshme për jo, për të bëj lorje këtë stime, po e ndjej, se kam aq trusa me thonë që me të vërtetë është bëj një punë madhështore, biles unë pse e ndjej këtë se edhe tjerë ma thë që janë pedagogët e mi, po dhe edhe njerës që kam kursim atë jetën, këtë që po bëm t'i pe, Tiranë s'po bëhet ma. Kur shkojnë Tiranë për festivale balkanike, festivale të qytetit, që shkojnë gjithmonë çdo vit, vend parë vend dytë. Po të Shqipeja, me këtë hapa vigane që ka shku, edhe me marë kupa, çdo vit unë marë kupa në vende ku shkoj. Në më thotë që unë jam i kënaqur me këto, se e shoh rezultatet e punës, plus që unë kam për krahët marrë nga Gazmet Magjeri, nga Gjenet Shqipë, se unë vetëm këtë punë se bëj shahur. S'ka shqos unë të bëshem, se do ta bëj vetëm, sigurisht. Pas pate një përkraje, që do atë profesor se të mëjmë neve, shu që unë jam i mirës, po zatën për kësaj pune, këto kam bërë dhe në deri në qytetit. Që unë nuk të të rëjë kur, unë kam punu për 15 vjetë. Nuk e dijem ka dhonja në milioj ajo, mos me rrejt. 15 vjetë që kam bërë shumë ma shumë si këtu. Të këto që peja është me të vërtet një djep i kulturës, ka njërës të aftë, se disa e në bletësën e bëjnë, po unë e shumë nga lërë të punë. Edhe për shumë një ndryshim kolosal që i bëjbohet qytetit. Nuk du se jo mas të parti, as me një, as Tiranë ashtu. Po njeriu që punon mos e hapun, se s'du me dalë gjak, kështu që unë jam i klaq. Sidomos me prindrit. Prindrit kur takojnë, as motrat e mia në Tiranë s'takojnë ndryshme. Kjo është një kështu se dhe motrat atë sa shkoj Tiranë telefon, po du me ta karasu që më duhen zakonisht. Profesor thënë, ti edhe një nga to jeni edhe juve, se po ta bëj me kisi Reza Luka. Edhe do të thonë, kështu ma bëjnë nonat, që ti je njeriu më i afërt në shtëpinë tonë, ti je pjesëtar i familjes. E shkojmë në për vendet ndryshme, në Turqi, me 10 herë kështu, i marrë dhe nonat me vete, se fëmijët e vegjël duan për kujdes sigurisht, edhe unë, po tjetër kur është nona. Shkojnë Durrës, se shvel Durrësit, festival balkanik, nonat i presin, fëmijët e mi i presin, një privilegj. Se ju e japë edhe atë si duke, po nuk e të respektin. Sa e thënë, profesor, fillon datë kemi një festival, 1 muaj, 2 muaj përpara. Për shembull, RTK e Kosovës, ka 27 vite, 3 muaj përpara merr telefon, që të i luten Ramon, mua, profesor, Shqipe, arroga mia për Shqipe, vese. Është shumë kërë mirë. 3 muaj, profesor, po jo mësoj herë, se më cinë dhe tjerë. Kështu që, gjithë kjo me joje, gjithë kjo mu më jep shumë entuziazm, më jep shumë premisën për të punuar kolla, si do mosha bën vete, po kam një përkrahje zakonshme shkurt. Okej, profesor, jeni
me sa e kuptova bazë bisedës plot 25 vite. 27 vite. 27 vite. 15 vjet për zëren, po bëj këtu 15 ato. Se kur ka punu për zëren, një 2-3 vjet punosh edhe pe. Që mos ta humbsh këtë atë, mos e dash atë, fillova këtu. Kështu. Interesant, akoma ke pasaportë Shqipërisë apo pajisur Tu mos më gasmo se do të plas shumë keq për sfel. On do të më bin, mund do të më bin pasaportë të shtëpi. Jo me kërkuan, kam 20 vjet që i kam bërë dokumente çdo 5 vjet. Jo pas tako, jo pas bëj që u kam dhënë kontributin për gjëra. Cila është arsyeja pse sta? Nuk do faqe po fol me këtë gjuhë, sepse ai që don me këto mrekullia që bëhen, po ty ke 2 muaj, 1 muaj vjet tursi liu bab qoftë atje që pasaportën dyqan more. Po shkën Tiranë pa puna se ti ka marrë me letra me 100 pasaportë kur. Çfarë që ka vështirë me marrë në shtetësi Kosovë? Po desha më e marr sepse ajo më vetë origjina nga prezeri. Vllai, është vështirë për ata që duan. Mu do të ma bishi shtëpi po them një herë. Profesor ta kemi punë ku i ke. Po nuk iku dita, iku koha, kështu që. Po e kam dash pasaportë. Kesh. Profesor, punoni me fëmijë tash sa vite, me dekada, keni realizuar me qindra koreografi. Qindra. Cila është ajo që ju flen më shumë ti për zan? Shiko, nuk më të them këtë, sepse unë çdo koreografi e bëj me pasion. Që Shiko, të gjitha të mirë me gjomë. Jo, të gjitha të mirë. Nuk mund ta dalën për shembull një valle kosovare të më fill me atë divizë që bëj unë. Ja stilizoj, ja marr nga amatorit dhe ja stilizoj. Që është një valle me shamia, që ai thamë, pa është një kryevepër. Po ke valle e Tiranës që ja kom motor që janë 2 valle, valle e Zyleve, një valle festive. Po ke vallin e Rrugovës, po ke vallin e Çamërisë, po ke vallin e Dropullit, që gjitha këto në fije po. Gjitha ato valle kërcen, siç kërcen Dropulli kërcen Dropullite. Për shembull kur shit Tiranë me vallin e Tiranës. O profesor, po më mirë kërcen këto valle të Tiranës në Tiranë për. Kjo tregon që çdo lëvizje, çdo valle ka motivin e vet. Po ja dhe motivin ai tjetër, o valle Tiranë. Sepse unë këtu kam një mërzitje të madhe. Se ka filluar të ndërtojmë, të bëjmë vallet me lëvizje që ju teket këtyne. Nuk më bësh vallet sot. Ai bëhet kanagjesh më. Kanagjesh kur se si dush, o të kënaqë tjetër. Po kur kërcesh i valle Kosovë, thotë ja valle kosovare, me temp, me zemër, kur kërcesh i valle koloniale. Ai është një valle a piacere, e butë, e lehtë. Kur të sjell i valle tropojë, dinamike. Shumë batë, çdo valle ka natyrën e vet kërcyri. Ktu është ngatëruar shumë. Unë i shoh një herë dhe hiç televizor se me muzikën moderne a jam lëndu? Po sigurisht unë ato i kënaqja fëmijët. Po muzika moderne dhe valle popullore për mua këto fëmijët kanë limonata. A di limonata që e vishu? Klasike është baza. Jetë klasike e kam, nga që këto goca kërcen bukur, kërcen vetëm për klasik. Këto ushtrimet që bëjmë këto mund bëhen në Itali, në Amerikë, kudo. Lëvizje që bëjnë klasikës, që në baza e një kërcimtari. Apo ti merr nga rruga, kërcej, ai ashtu do kërcej, nuk ndryshon. Kurse klasiku ja bën atë dorën e bukur. Ja bën atë buzëqeshin e bukur, po mund të rrinë serioz sepse ka valle epike që duhet patjetër prish. Këtë besim zërti ka qenë një shqiptar më. Ai kur hap të kratë fytyra ditë tamam. Domthon shihet njeriu duhet të ketë edhe paraqitjen, edhe fytyrën, edhe mimikën, edhe buzëqeshin. Edhe dur të gjata, edhe këmë të gjata, kjo është, se unë pa ne flasu se flasë shumë profesional. Përse me folë përse që amatar që aje nuk më vlenë mu. Po unë do që, unë kur shop në i vallet bukur që kërcej Kosovare, që ka unifikim, ka një busqeshi, ka një lëvizje bukur, unë knaqe mëre. Po unë për shemë, po të fondu ty për teatrin e operës baletit në Prishtinë, janë fenomen me bëmër. 2 nxënësit e mi, 9 vjetë, 10 vjetë i komajt, prima balerinër. Po shkën gjithë venet e botës, me Arthysin, me Gizelin, me Bajadirën, po korin suksetë për botë, ai trupe balerit. Janë me i pak që, kur je mirë, mos... Janë gjenerata që realisht tas ardhi fytyrës. Unë po them, jam më i kënaqur me ato njerëz. Ato do të bi kulturën e mirëfill të valleve, një ato persona atje. Se këto përshyn me voshkuan koreografisë Tiranë pa kërcy një herë. Ai çdo më thonë A është vështirë profesor me punu me fëmijët e sotme? Shiko, pas parasysh ndryshimin e gjeneratave, karaktereve, sot fëmijët nuk janë siç kanë qenë. Duhet të jesh shumë për shtatjen ndoshta me moshën e huaj? Po sigurisht, unë i bëj si sigurisht fill bëj dhëmë me pis. Ti më arni ti një orë mësimi do të çuditësh. Aty bërtas, aty qesh, aty më përqafojnë, aty qajnë dhe aty qeshin. Po, ka fëmijë që qajnë e ish kur bërtasun. Kur vje puna,
që unë me arifesit, të jetë kalemoj, 20 kalemoj, ti kesh me njerë, a që ka qajt, e shof që bëti që bëti, ade këtu vajza, ade ti këtu po, boj që këta, vajza, shive kjo, dorë të kiti, ata të qatë që ka bëj e kësen gëzimër, kur ditë për sale, ke kofë në kapi shu. Për thonë që kjo është, shiko, duhet dhe pedagogjia. Pas pate pedagogjia, me të rriturat, sot adolescentit, ka e rrinë pa thonë me mrova, po si le, dile është, sa thotë kur bje, profesor falë. Ore, pak diktaturë duhet, se ndryshe nuk mund të tolerosh. Për shema, unë nuk pëlqej për shema që thënë, o profesor bre, a do të vi bre ditën e shtundë? Ke duk të shtundë në ty, ku e keni gjute? Po e kemi lexim, po pa bje leximin ditë e shtundë, më rrë që shjo, ose kroç shpinda, ose guni. Ore, mirë po kjo është e bukra, kur i luj këne me që i vejmë dëvizje. Shë kudes gjuri, kudes unë. O profesor bre, e kam sufje në gjuri. O profesor, mos po vëm gjuri. Këshen një literare, këshen një gjithë bukë. O, du t'i këthesi që vetë mërëzëmi. Pikrisht për i shandojnë, cilat janë benefitet që një fëmije i shërben pikrisht përfitimin nga baleti këtë rast? Çfarë të mira që sjell baleti një fëmije? Shiko, t'jesh i balet e mirë, të admeron gjithë popti që ke mbrapa që të shopër. Pse? A ndryshon karakterin një fëmije? Ta ndryshon trupin, ta ndryshon karakterin, ta ndryshon dhe të fund me njerëzit që ke përvesh. E di që bo shumë big bisede me një dasën kur të shosh kur të gjesh bukur, edhe kur të komunikosh me njerëzit t'jesh një veçan që njerëzit njërët kënë qef kur të flasish. Kër që flasin arbute më rëgotë, arbute, e gërsisht të flasin. Një vaj që... Baleti ndryshon. E ndryshon komplet gjuhën, bërë. Po të shofish barerit e Tiranës, e di si thoti një dhëndrim për zërën, ku e ku prujirën Tiranë, e qoba ke shola barerit Tiranë. Ore tha, a e keni gjurë në herë zotin? Allah, ishte shirë kam leke, shumë pedagog muzike. Thash, qa thumë rrisë? Ore, e keni ju, apo ta, jo, e kom fjallë të në veta. Mitë e ju flasi si zotin, tha. Ka që bukur, tha, a që qërën zogu, kështu që qërën për ju. Pse, i po t'ju në gjua, shikoj, gjua e zëmë të gjërion. Një gjuhë që ka t'i të ashtë përsi, e bënë si kafshë. Bërtet, i riu që fletë qetë, në bukur, pastër, atë e bërën gjithë bërë. Unë e kam atë të folmen time, se mos flasë dhe shpet, se du zdoj gjë të bëj të kaloj vit tjetër rallë. Edhe të folmen me të që i flasë për ty, du, si kam bagash, e du, se unë me folmen gjithë flasë, pak e qetë, unë e du ku bërë, pas neshër. Par ne mundohem që ti kam zdoj gjë, edhe mencionin të plotësim, edhe ti të kënaqesh, edhe të përfitosh shumë nga ato që unë i kam në korriz. Unë nuk unë nuk të thash, unë për mu është për të shkruar një libër. Unë e kom bërë rrugën e kombit, atë rrugën e vjetër, një të kombit. 15 vjetë, 2 herë në javë. Edhe po shkojsha 7 e gjysë ka sa më negim për zenit, a disi minutë e trupi kështu. Se të kapshu orarin e mësimeve. E për qarë, për një që i gjerë margave që e në tjera. Qa që unë desha me i lonë, më thamë prindet ti s'ke sot me i lonë. Jo, ne do të paguim rrugën, nuk kom bo sakrifisa, ka nëra makina para me të shku unë me shku me boksim. I ku pa me shqy, i ku filmu me bilis. E po kjo sakrifis që unë sot jam këtu, jo me bëllet, se në dikur sot, amër ti, ja, se kom dhe shokun të ra. Amër ti si sudave për izrenë, si su lodhe, si su bojë, jam lodhe, po s'dërzohem, se njëri po që pasionan, po që i zanatit që ka për ndëtyrve bo mirë. Profesor, një fenomen që zakonisht të këmbrejtë në Kosovë, ndoshta edhe në Shqipëri ekziston, sepse në vendet e Evropës rande të zhvilluara absolutisht jo, balerin shumë pak ko këtu. Nuk di a keni në grupin, nuk komponi një skemë. Po pra se kam shumë për të folë për e arrujt të gjërë, si të kërësorja. Në asamblina gjimi kër erdha atyre, fillova ke asamblina gjimi, pastaj more ke sholla balete, që formova sholla balete. Se pa napsit e mija, tham atë do të një sholla balete. E shqipë që atë djemë, që ati ishi të rritur, 15-16 vjeç. A di që s'kape që përdore? Gjani me vajzë? 15 vjeç. Po më duk të qëndisë, se ora ju, po jam e ja. Arrita ti vede dorën bel, po edhe ke përkrasi, po në valë Kosovë, qënë djallë me ka përkrave, su kapë që përkrave. Fanatizëm i madhë. I drejtova i bona që të profesor, do bëjmë atë valën që kapim këtu se këshë që u kapë. Vare, do shive. Kurse fpite e vejnë një shumë keqë. Quni vjetë një modi mu i. Se? Talente mërë ko pasu pe, talente për themon. Sot do të kështë zëvësu mua të talente mërë. Së më marova për me qitë njëri që së një do iki mërë. Kur ti ki unë, të dhe njëri.
I kështë e thash babës vetë, e dentiste e, po firmën ati italianitit, më firmën së Italian, po nuk, a i bukur, po si i me vesh muzike, i ku, sot është boj ma përshin, se ka ja 8 vjetë kjo punë, po fëmijët nuk vinë se janë fanatik, se? Bajdet po shumë borë si femën. Se të famë, dhe një nga këto thritit, apo vërse se bima si femën, po mi unë ty, po ty duke si femën vërë, si kom një që merë vëllëne, se më këtë mentalitet ju, pa di që i mashtu tjenë, bajdet është nëmër një shumë rrë, çfarë boni me këtë mentalitet më jo. Kështu që mentaliteti Shqipëri ka qenë 56 kështu. Në zbërizore di gocave që hyn në balet me acid ja dishin fustonin, ja dishin me acid, mos me shku në balet. Kaq poshtë ka qenë njerëzit atëherë. Ignorancë më. Me parë dhe dita sot shkoj kështu në balet kështu. Sa ka dem ka dhe vajza, ti çe pe pa më. Po baleti nuk bëhet pa dem më. U të kisha pa dem ti kisha po mrekullinar më. Kisha pas dem këtu me vallën që bëjnë. Unë kisha po, nuk e di, po nuk vjen. Po besoj ndryshojnë. Do të shesis bo, pa sigurisht. Profesor, cili ka qenë momenti kur e keni kuptuar se jeta për ty nuk është valla që lehtë? Vallai, sa herë që mendoj, aq herë mendoj që nuk është e lehtë jeta. Nuk është e lehtë jeta dhe me këtë që më kara mu që ti e din kërë fakirësin, unë e kthej në punë. Se mos kisha po punë sot unë nuk do isha fisha. Se në artistat jemi pak si fëmijët, që jenë dhërove për diçka, kështu që me në ime do të kishik, do të më kishik botë herë me gishtë. Unë sa tipet që kam në shtëpi, unë po jetoj, dhe përballoj në mënyrë të jashtëzakonshme. Se një njeri që nuk bën një gjilponë, edhe për 6 muaj me ikë, kjo është tragjedi e madhe. Por që ishte njeri që ka respektu njerëzit, që të kërkosh një duan, ti të 5. Se ka njerëz që kërkojnë duan rrugës. 5 i të shoh besoj që hajde vabbè. Është zemër gjë, zemër mirë në punë. Varrimi që u bë dite ka qenë kulmi i pandemisë, kur dilshi nga dera, 500 euro ka qenë gjoba. Ricard Blali, aktori më i madh, shkoi me 3 veta në Varreza. Shkoi tim shkoi me 8 kurore edhe nga 2 vajza këto kuroret. Plus gjithë bulevardi rrugës time u mbush këtë. Respekti i gjithë asaj, respekti i punës. Do të thonë që po ti më në ka këto mikpënia, pse me ikë njëri i mirë, pse me ikë, po putë e zotë, thënë. Absolutisht, rasti që ka ndodhur është kogja i vështirë. Se ka përmend, nuk i kam përmend në emisionin këtë, po është era para që përmend ke ju, po. Kështu që njeriu pa punë vdes. I kështu i shandojnë, atë ka shku mendja që pas rastit që të ndodhi, sepse përse shqipusit e din që profesorit Asim ka humbur djalin para disa viteve nga një smundje e rënë që sot shumica e familjeve kemi humbur në tas familjes nga po kjo smundje, atë ka shku mendja profesor që të heqër dorë nga baleti nga këta ditët e para pas ishte. Fillim po, bili sa ditë, mas 4 muajve, pas 3 muajve, mbon deri i qytetit, ishte verë. Edhe merë dhe i lajmin që profesor duhet visë se duhet bëhet ceremonia. Unë ma dheri dhimje që kisha, nuk ku shkuj me për gjohë, po bora le edhe ke vlezit. Pasha bon mërë, të blejma, a bon me shku kështu, ti do shku se zëmbëdha. Blejma s'posis. Erdha, po vetëm që unë edhe ditë dhe ku ka marrë me njojen deri qytetit, unë kam thënë që juve faleminderit shumë, se më keni dhënë një adrenalin që se ka marrë. Kështu që me forca, po ja shpërbleja e sa ka mundësi pes, se e meriton, edhe këto e dhimet e mije që i ikin, ka të zoglohen papë, se dhime nuk zoglohen. Dhime për këtë që vjen nuk ushtu. E keni një bashkëshorte të mrekullueshme që ju rinë çdo herë afër. Sigurisht keni asistente më të mirë. Po. Ajo mas beje, mas prindve, mas asaj, sa herë që e shohim, e marrë me zonë kafe. Se s'para ka që jemi shumë për kafe, po e marrë dhe se nuk do t'ja prishi busqeshin në orëve. Edhe në kushkeja shtetit nuk vjen ajo. Po i thënë të pse s'vjen. Po ma thot mojo, ju kënoni në autobus. A botë më kënu thëtë se unë do këlloj, do kërcen salë, se unë po se bona këtë në më me i kipin. Unë atjerë këmë qovështi ti thu këj ka punët ma mirë se në gjdo kush. Ja, zemë i marëzi. Por do i të dërove fëmjë veshër, 6 vesh, 10 mija, nuk do qove me ftyrë. Por kundër zë u jep busqesh, jep harmoni, jep, sa që nuk njifën kush jam, unë jam tjetër salë e tjetër në rrugë. Absolutisht. Që po unë jam artist profesionist edhe nuk mune me shu.
Okej. Edhe kështu pune që gruan shumë a respektojnë. Shumë. Se do vi një ditë, po do ikim, po kam përshtypje të mira nga qyteti i Pejës. Absolutisht ajo që së për pos baletit, bashkëshortës, ju ban të fort është edhe Nipi, me cilën biseduam për kënaria ju. Po sigurisht e familjes. Është edhe një djalë shumë i zgjuar, shumë me brum, dhe i ka kur e shoh ja ka këput kokën djalit tim. Ashtu si kishte djalin dhe komplet i ngjarë, komplet me vese, i sjellshëm, një fëmijë që sa herë bën diçka të mirë, shpirt thot faleminderit. O shkon në përshu shtëpi, apo se njohë fjalën faleminderit kur. Nuk e njoh fjalën. Nipi im lupsin durët. Faleminderit, do të thonë kjo është ajo pra që duhet ne me fëmijëve me i dhënë, edhe me i bërtit, edhe me e marrë me të mira, edhe shoh si shumë fëmijë të lasdrum vi këtu. Bëllës kur thonë ke o profesorëve, a do të se ka fëmijë të ndihshëm? Ora gjithë fëmijët janë të ndihshëm, po varet si sillosh me fëmijët, gjithë fëmijët janë të ndihshëm. Edhe unë që jam të moshë jam i ndihshëm. Një fjalë keq ma thonë, do të vi pa keq. Ose ndihshëm dhe mos e luaj. I kam thonë, po që se është shumë merret çoj shtëpi. O, kjo sa do shi nishëm, nesër ke për ta pasi s'do bëhet. E më vërtet si thënë. Profesori ka pas fëmijë që ka qenë një javë. E i ko thosh, prindit, edhe ti një javë. Po e peqe, vazhdon, ku ka ardhur fëmija, ka kalu një muaj, e si ka thonë, mami ku baletin nuk e lej shkollën e lej. A kupton ku ka rrit fëmija ta që me këto sjellje që bëjnë me këtu, është shkollë vetëm për. Është shkollë vetë që bëjnë. Po thash pra, duhet eksperiencë. Se shumë njerëz që shoh një pedagog, e që s'kan eksperiencë, por i konkret që thonë, hajde më bojë, edhe rishu, hajde bojë, ka shansë të bëjë thot, pisha e bojë ti një herë, që fëmija ta bëjë gati gjusere më kisë të ty. Pastaj ta korrigjoj, ta bëjë më mirë se ty, se fëmija duhet ta kaloj prindit, pedagogut. Kështu që pedagogu do të jetë shumë nivel që fëmija të bëjë ndikush. Okej, shoh që edhe infrastruktura e ka shumë të mirë. Aty ku i zhvilloni ushtrinë, kemi sa model. Absolutisht, cilat janë projekte profesor që do të pritet pjesëmarrjet e juaja nga ara që unë i kam projekte një vit përpara e bëj. Një vit përpara gjatë verës, po sigurisht. Gjatë verës jam në pushim, se gjatë verës sigurisht do bëj një pushim. Atëherë mendoj se çfarë më pret mua veri. Dhe kur vistatorin në përgatit për çdo gjë. Ndaç për koreografi, bëjës koreografi dhe këtij video ja kam bëu çik këtë vit. Shikoj ku bën njëri kështu më. Po jam pak i lyt vesh po. Hajt. Edhe, kështu që neve kemi shumë aktivitete. Tashin, mas Ramazanin, do shkojmë në Ulcinja 4 ditë, komplet grupi. Pastaj do shkojmë në Malzi në Orë, festival balkanik, në Turqi në Istanbul, në Korç, është festivali Korçës, do rinë një natë atje, në Durrës po ashtu, kështu që janë gjithë aktivitete, kam vetë tjera, po si përballoj dot. Se vazhdimisht vi ftesa. Po nuk mundem me i botë gjitha se edhe lobja është edhe. Kështu që unë thash pa ndihmën e kryetarit Nazmen Maxheri, pa Xhenet Syklen, unë nuk do t'i kisha bërë se përsëris prapë dhe njëherë, se me të vërtet. Pa këto unë, thash prapë nuk t'i është ti i ra prej qielli, po s'patë ndihmë, mos unë burë këtë se bëj. Puna mirë bëhet me shok shumë. Me jetu së në banë asnjëherë. Kështu që janë milioz, si për gazin, si për këtë, edhe për qytetin, po edhe për juve mëre. Se ki pas fëmijë balet mërë, një fëmijë mrekullush, një fëmijë but, një fëmijë engjël mërë, ku e kompajnë ditë që rrit, mashallah. Kështu që, profesor, a ke konkurencë? Po këtë që s'kom konkurencë, unë vjen lotë, se me pas konkurencë, unë si që do kësha bo dhe më shumë, po s'kom konkurencë. Kom shumë për të fërë, po duhet një natë dimri, ke zjarëmi me folë, se kom shumë eksperiencë dhe shumë gjëra qia dhe të mira. Po, tharë djerë, unë e kom kalu me poshëm. Kom pas dhe ofendime, a kur shjeti, ka qitë për salli për krau, po. Pumpej. Po, kur shjeti që më qitë për salli, pse? I thash, moshë më refëmit me këpustu, se jam dhe unin e ti, kur kom dalë për dere, i thash prindit, të në smive të kritë, a shesin një zorën për krau, shumë mirë ka boni. Ko ka bone prindit shumë mirë, dhe mas fërë më të asim, ka dhe nga këto prizeren, ne të bëjmë ti që mos keni koma, kisha Trivani, se aty kom pas salë, aty kom pas kopirë. Ka dhe nga po e kom këpërci. Gjakov kom pas njerës, unë ty ta bëj që jasë një më sot profesor, po me emër. Po mëre, ka nga këto po unë këto e të gjikarë, i fushtu në sjetull. Kështu që, thash para njeri ju që po danë, këto gjona e shumë dhe zero,
nuk desha pe përmend, po njëherë edhe të keqe përmendë, pa edhe të mirë përmendë. Kërësorit e mu ngel gjë më e mirë pe, ja. Okej, keni shumë fëmijë, ka prej atyre që unë kujtoj edhe nuk janë mesin tonë më, e që kanë qenë pjesë e shkollës tënde. Raimundo. Deri sa po flas, beso që trupi po më çefe. Raimundo. Ai ishte një fëmijë mërti, sa herë kujtoj, e mesha për model. Një balerinë ashtë. Ai ishte një fëmijë që kur qeshte i thosha, di sa kushton pe qeshme jote? E i thosha pive. I pezollesha një herë. Ajo nga serioze, ka lënë të prije në valle, e kupton ti që momenti që do të qesh. Edhe ishe për shembull që edhe ato të edukosh fillosh bashkë. Ashtu fat sot qesh. Po atë kishte fat zote, po ja pra, ja shive. Po qenë e vështirë kundja sa. Po jo, se ka dhënë më, ka dhënë të i fëmijë se zbo, ti bona çfaqja se fëmiu. Që Rezaluka kur e ka pa Xheni, kanë qajt gjithë salla, gjithë fëmijët të kursit të qajt. Sa u bona pishpon që e bona vallën. Që e bona koncert. Po koncert me 16 koreografi, me moderne, popullore, klasike, me 16 kostume njëra më ndryshë se tjetra. Dedikuar Raimonda Me pankarta e modhe që përballë Raimonda mes, gjithë vajzat me fotografia e kishin rrethu. Aty ka qenë prindit e Raimondës, që ato s'marrën asnjëherë ku ta kënë ato. Nuk e di ku me bua atë që ke boti gotës tonë. Vinti, ishte fëmijë, e pavlës një të tjerë, kështu që e rënd ka qenë, pa dyshim. jo mundu me bo çka unë di, kështu që unë besoj që Sot a ke një fëmijë model që dështa Kam. pse është e vështirë ta veçosh, mirë po talenti talenti kam model fëmijë, po janë pak dëmërimër. Aty që ka rola që me çuar Amerikët e bot njësh ose në Angli, se s'po them këtu, hajde se këtu, se atje i morin nga 8 veta klasa, sepse janë profesionista, bojnë për ditë balet, kurse këtu kurse baleti, pa mu po lësi shkollë baleti. Profesorin thot ti, ke hap shkollë baleti atje. E vëllë me puni që bëj. Mirë po janë dëmërim. Se s'po du me di se komordi çka unë për me zhvillësu, po të qofën dhe se i barë nga dëshira, nga pasioni. Cilat janë disa prej këshillave që ju i kishit japë si profesor i baletit për gjithë fëmijët. Jo, unë e di çfarë shtrime. Po nëjnë mos më ngënë të kërcen bukur, mos një total në sa baleti. Dhe që se ti kërcesin në shfaqe, në sa baleti, ati në sa shfaqe ke përna bëhë vëtër më bukur. Në që se bëjnë që njën atit, pak në atit, apo në sala është kërësore që ti tërgon vete ku shë e salë të spektatorve. Pastaj duhet të ishin disiplinuve. Nuk duhet të rabute, nuk bën, ti do të jesh më e butë, ka shumë gjona për me qenë një pedagogë. Mi po u them, vjedhë mua atë gjërat që kam unë, si që kom vjedhë profesorët tim, ore. Unë vjedhë profesorët, jo profesorët që më ka bëhë klasike, po gjithë që më ka bëhë këto zhadret, i kam vjedhë, i kam vjedhë. Bëjnë ka njerë unë, kom pas, me menin që kom pas të dhëna program që ku kom qenë shkollë baleti. Që ku bëjë në televizion, ajo shifte, hajde bëjnë njerë koreografi, hajde bëjnë gjithë. Kjo do t'jeta që ti ke premisa për bo diçka. Po kur ti e bëjmë lëvizje, ti stavar, ti profesor, po edhe herë, se si ke vëmendjen, këtu tërgoj që s'ke vëllet. E them prive, ma sa gjori, se ato 5 tek që vjen unë marrë, jo profesor, bot që çofi këty çapo ti. Po unë du që e të bëjë me mirë se mu, për nesër tapi një shkollë baleti, tapet. Është puna pasioni, një herë talent, rrët herë pasion. Nuk të kesh talent, po s'pate pasion, që tu talent e marrë talent i shpi, se thë që prit, profesor e kom talentun. Ti e ke talent, po marrë shpi, po e ke frukë. Po besoj që do të kesh ndër gjatë, Faleminderit. do të kesh krimtari të reja, koreografi të reja, mirë po këtu isha ndalë tek një lloj pyetje hipotetike që paga shumë nëse një ditë do të jetë skena e fundit apo paraqitja juaj skenike. Cilat është mendimi që do ta kishin njerëzit apo për çfarë do të dëshiroje që ta mbanin mend popullata, njerëzit ta sindojshin? Unë nuk du ato të ramajnë mend, po unë du të cilë më mirë t'ja bëj vetës të pyetje që të mund më lëve. Sepse dashe pa dashe, po, sigurisht. Unë du që kur t'iki nesër, mësën që ishte mashtrus. Mësën që u sol keq me fëmijët. Kjo do t'jetë gjë më e poshtë për mua. Më thonë që valla edhe me popullatën ishte me në madhe. Nuk këto gjona unë nuk i kam dhe s'kam për t'i pas kur dërshën dërsh.
Kështu që duke i pas gjithë të gjëra, tjetin detyrimisht thot, ka që pak, i koreografinë e tyre, po la një gjë bukur, la i drejtoj fëmijët, i kulturoj fëmijët, I mësoj të buzëqeshë. po sigurisht, buzëqeshë, i mësoj me ecme, se s'ka di me ecme, me ecme di. A di që në badet gjë më e vështirë ecëm? E kom super profesor tim, edhe më vërtet e kom mësu dhe e kom studiu, si çdo me thonë. Kështu që këtë du nga çdo kush, të le fjalë të mira, të le unë kam lënë me mira koreografiku, që për mërë gjithë Kosova, po bëj keq se më shtormën, më bëj faqazez, më bëj kalazez, e koreografi që merë ti mundohu me zbukuru pak, e këshin, e të qofë se ka në motiv timen, e ka marë pas dhe me bosëm se nuk është profesionist. Po të profesionisti e këshin në art televizim. A që ka bagash malë, ka kërësirë për shumë koreografi, a i din të këshin, ta bëjt buku, valë popullore, ta bëjt popullore, se nuk të gatarës që kekën me byrekun. Modernja me klasike, nuk gatarot kur. Modernja është modernja ma e fort, ka revizje më të egra, ma shumë popullore është, ka finale, ka mes, ka ndatë popullore, kurse modernja është si filloj, varoj një. Ose baleti për shembull, baleti ka epilogun, gjitha me radhë që vjen deri finale baletit, pse jetë name. Ka mesin, ka fundin, ka festimin, ka janë da koreografit. Kështu që këto thardhjerë i bën vetëm një që më vesh ka koreografia. Për shembull kostumet, ja bëj vetë, pse kam bagazh, se kam vesh kostumet vetë, i ka vesh turbim, e di çdo të thot kostum tropoje ose mirdite, ose kostum Tirane. Unë i dhash dikut me bo Tiranë, ma bo e bëshakshër. Po sepse nuk di me bo kostumë, shqiperisht. Unë jo bo edhe kostumografere. Nga eksperiencës që unë nuk kam lidhje, kam lidhje si shqipete, po nuk kam si du për skenografi. A i bën kostumet, kemi pas skenografët që bërë si kostumet, kostumografi, që bëjte, si e ka Mirdita, e ka Tektuk, si e ka Tirana ka Qerven, si e ka Lusja ka të dimishte bukra, ka të jënë damër në kostumet. Çdo qytet shqiptar ka në kostum vete, çdo fshat ka kostum vete. Shqipu që e me neve, Kina është me miliardë i kostum ka. I kostum le e thaje. Shqipnia, Kosova së e çdo fshat, çdo qytet ka kostum vete. Po kjo është do me thonë, mërë. Absolutisht. Ure pasër. Po Hollanda, nuk kom qene për bovë, nga sa në Hollanda, Rumanie, nga i kostum ka, shko në Hollanda. I kostum, kanë ato në allat të drunit, kurse të kostumet ka, o pink tjetër ka Kuksi, o pink tjetër ka Tirane, o pink tjetër ka Kruja, o pink tjetër ka Lusja, o pinga, ta di, thoni o pinga, ja? Pinga. Po çdo me thonë, kjo është kulturë me i popullit, bërë. Ne jemi, pas dim ku jemi, bërë. Ne sa ka botë, bërë. O ne vës jemi njënë me tjetën. Shime se kohën, tu zi, tu gri, partite, tu bo, athusit. Ska, neve nuk di shku për shkokin të njën. Apo normale për Shqipërinë, apo shkosh për? Po mu ka bo peja me Tiranën në Laçi. Kështu që asë nuk e dolloj. Kur jam Tiranë, jam pej. Kur jam pej, jam Tiranë, nuk kam dollim, më fare. Edhe kur jam rrugës e herë. Ne ta 4 dive të dhe më shë prap peja, ja po rritë që me juan. Prap. Lagje më, e di ku ka nuk e lagje? Kur shkona të ke udhëzi? Erdhe këtu, kështu më ka dukja. Kështu që se u bon vite. Profesor, faleminderit shumë për kohën që erdhe. Unë e thash edhe më herët e potencuat edhe jo që të flasim për punën tënde, veprat tuaja, ndoshta emisioni do të ishin pak të mirë, por një monografi do të përmbjellte kogja shumë nga krijimtaria juaj, jeta juaj, përvoja juaj shumë vjeçare. Megjithatë, me ato çfarë treguam sot, ndoshta në pika shkurtra, po besoj shikuesve, tek shikuesit ka lënë gjurmë, sidomos tek gjeneratat e reja, tek fëmijët që vazhdojnë baletin, sepse baleti përpos që në vallëzim është edhe ndryshimi i karakterit, ndryshimi i personalitetit. Gjëra të cilat ndikojnë shumë pozitivisht në personalitetin e secilit fëmijë, siç e potencoi profesori. Faleminderit për kontributin që e keni dhënë deri më tani. Peja ju ka vlerësu, ju vlerëson, jeni qytetar nderi i këtij vendi, vazhdoni mos u ndani dhe unë besoj që tash tutja s'ka sfidë, sepse gjithçka që do të gjejmë më e vogël nuk do t'ju ndajnë drejt misionit tënd të shenjtë që është puna, koreografia, baleti, etc. Çfarë të thënë, ditë them që u kënaqa me ty. Je që u kënaqa, po dhe me të folurën tënde më kënaqa. I keni të folë me shumë letrare, shumë të bukur, shumë dashamirëse, po të falenderoj edhe për mikpritjen e për gjitha të mirët.
Faleminderit shumë. Me ne ishte në këtë epizod të protagonistit profesor Tasin Dojqi, qytetar ndër i komunës së Pejit, njëherit koreograf Së baleti. jo shqiptar, por me famë më të humbur. Quaj është sepse keni marrë pjesë këtu. E shtove që i pashë. Faleminderit. Faleminderit që ishit me ne, bashkë shihemi në episodin e ardhshëm.